Habit mjeku. Ja sa sheqer duhet t'i hidhni kafes dhe kujdesi që duhet të tregoni. Sigurisht, dita e të gjithëve nis me kafe në mëngjesit. Dikush e pi në shtëpi, dikush në kafe, dikush tjetër në zyrë. Të gjithë i drejtohen kafes pavarësisht keni ngrënë ose jo mëngjes. Kafeja është një nga pijet më të rëndësishme për të nisur ditën në çdo mëngjes. Ajo e kthen edhe në një përbërës teje të nevojshëm edhe për rritjen e energjive. Studimet konfirmojnë se njerëzit mund të heqin dorë nga alkooli, por e kanë të pamundur të heqin dorë nga kafeja e mëngjesit. Studimi në fakt tregon se kafeja mund të pihet, por ekspertët këshillojnë të mos i shtoni nivele të larta të sheqerit dhe të mos e konsumoni me stomakun bosh. Ekspertët tregojnë se sasia më e mirë e tolerueshme e mundshme për të shtuar sheqer është vetëm 3.1 gram. Nëse shtoni më shumë se kaq, atëherë kafeja mund të ndikojë negativisht edhe në nivelet e shëndetit tuaj.